E keni idenë se për çfarë ju kam mbledhur? Mos ndoshta për të shtyr makinën se nuk niset, shef. Sami, shko te cepi. Edhe do të rish aty, derisa të t'jap lej unë të flasësh. E dija unë që këtu ka Dembel, të baft, hipokrit. Dembela. Viktor, shko dhe ti me Samiun. Pse shefu nuk thash asgjë? Po çfarë tha? Fjalë nuk thash. Këtu, të kolektiv, në këto zyra, ka ndodhur një ngjarje pa precedent. Makina e shefit nuk punon më. Sami, nuk e për të lëvizur që aty, po të thanë unë. Po unë shef... Po si fjalë? Një fjalë po bëre, një gest po bëre. Je i pushuar. Kuptove? Një fjalë. Të lumtë. Më ka humbur celulari, ose më sakt, njëri nga ju ma ka marrë. Jo, shef, se unë ka pjenë As mos e zgjasni fare. Jam i bindur që njëri nga ju e ka marrë celulari. E po shef, juve nuk mund na akuzoni kështu neve. Po pse të djeg ty, Klodi? Nuk thash në një emër. Nuk mund t'jeni kaq e bindur, shef. Jam më se i bindur. E kisha sot në mëngjes. Dola deri në ministri, u ktheva. Pastaj, nuk e kisha më. Në më thënë celulari më ka humbur këtu. Më ka humbur këtu. Mendoni dhe herë, shef. Ashtu, ha? Jam menduar unë. Jam menduar shumë mirë. Edhe tani juve ma përforcuat akoma dhe më tepër. Nuk do të shkoni sonte në shtëpi pa dalë celulari. Mua më presin kalamaj, ka vlerë gjë pa bërë, shef. O, shef, më duhet, unë kam telenovelën, a? Ka ndeshje sot, shef. Kush luan? Manchesteri me Liverpoolin. Ndeshjen do ta shikojmë këtu. Si po? Këtu nuk ka televizor. Pikërisht! Më fal, shef. Aprovove ti njërë ti bie numërit tënë se mos del. Bie Zilja, Viktor, bie Zilja. Po nuk e hap kush celularin. Po, është e vërtet bie, sinjali është i lirë. Ose nxirrni celularin, ose do ta gëdhim këtu. I kam mbyllur unë të gjitha daljet. Hajde, tashi, hajde, nxirrni atë drejt celulari, se s'mund të na mbani këtu tërnatën me celular të fik. Mbase e ke marrë ti? Dëgjoj këtu ti. E po mirë, unë të akuzoj, e ke marrë ti. Dale, pra, dale, tani. Po nuk mund të akuzoni njëri tjetrin kështu tani. Lutem shumë se filloi ky i pari. Ti fillove pari. Ti fillove pari. Mjaft! Okej. Shut! Pa dal celulari, do ta gëdhim këtu. Alo? Po, ma! Po. Jo, ma, shiko, nuk vi dot, se na ka mbyllur shefi brënda. E, si ka humbur celulari, edhe pa i gjetur nuk na lë të dalim. Telefoni. Po, jo, Alo. mami. Hëme. Aha. Mos më prisni fare, nuk vi dot sot. Jo. Filloi? Gjon gjithve. Ha, ma në qajta. Valentina i tha që nuk do ta shikoj më me sy, ë? Si nuk e pash do të seri unë. Tashun, ky e ka marrë celularin. Jo, nuk e ka marrë unë celularin. Sigurisht e kemi njësoj me shefin, e kemi blerë në të njëjtin dyqan, po ky është i imi. E shikon, është i imi, është i gërvistur. Alo. Ha. Qaj ka në një gjë tjetër. Hape, Sami, hape. Alo. Jo, nuk vi dot, kemi shumë punë. Shef, a mund të them diçka? Rrisë si që ishe më parë. Pa folur, pa lëvizur. Marsh! Si dhja bëjmë e këtë ndeshje, o, Viktor? Lërë, zotin që na gjedi. Po qa, po tallën e juve? E po na digjet mjekra, ju doni të kryeni këtu. Ika. Pse po digjet mjekra ty s'ka humbur gjë? Pa. Pastaj rruhe e mjekër mbi rat. Tallën. Po do ta gjejmë kush e ka vjedhur. Edhe pastaj mirë ju.
Ne nuk kemi marrë gjë, mos na akuzo kot, Alfred, në rregull? Më thuaj një hajdut që ngriti dorën edhe tha, e kam vjedhur unë. Ti! E pas ke vjedhur. Por nuk e kam vjedhur unë, morti. Ti fole si hajdut. Tallni. Të degeneruar. Ava, ikna. Ordiner! Ta gjë me kufje. Atuna, Ec. unë e di ku është celulari. Ec jepi. Po e s'mor majtas, more. Jepi. E s'mor majtas. Atuna, Lere, jo, din që... unë e di ku është Celulari. celulari. Din qëndër. Paske, që visur ti? Mos e fol. Atje. Mos e fol. Atje se të pushoj nga puna. E ndjej. Hec. Po e ndjej. Hec. Jemi, kemi ndonjë gjë të re? Po e ndjej. Kush e bëri? Manchesteri. Runi shef. Ja. Runi, Manchesteri. Prit Kur të bëj gol portieri, atëhere do të shkoni në shtëpi. Dje me kam gatuar unë supë me lëmishi, pi lafka që pardia aty, ta merrem gatuaj prapon. Mire ka, leta. I futa unë një makarona, lertana. Ha, shumë mirë. Unë për veten time porosita pizza. Pizza! Të porosisim pizza? Po mi, porosisim. Nga ti fusim pizza se. I kam mbyllur shefit gjitha shtigjet. Pra. Nga dritarja mi fusim nga dritarja. Nga dritarja. Hajde. Kam unë. Pizzeri Furra. Alo, pizzeri Furra, 7 pizzat lutem. Unë e du kapricciosa. Unë 4 djetra të. Unë një margarit, unë jam I thjesht. Ti s'ke për të ngrën fare. Se? Se je I dënuar. Porosit më një pizza të... Prap ke lëvisin ti? Edhe një tjetër kapricciosa. 2 kapricciosa. Shef, do pizza ti shef? Kush ka Porosisim neve. porositur pizza këtu? Ne. Celularin? Alo, pizzeria. Ju lutem mos sillni asnjë picë këtu. Kuptuat? Asnjë picë. Po, e jemi në grevurie. Faleminderit për mirëkuptimin. Sami. Base po ja kaput kot. Kot fare po ja kaput shef. Nuk të thash leje të flasësh. Po nuk është e drejtë. Asi fjalë. Thash që mbase po u bie kot me qatë punojnë se. Po nuk kanë bëj ata shef. Si nuk ka thënë? Po që njëri e ka marrë ata, mëse I sigurtur për këtë, po kush? Mbase nuk është e drejtë që I mbaj të gjithë këtu. E po, të më falni shef, le të bëhet. Çfarë të bëhet? Unë e di ku është celulari. E di, dhe nuk ma ke thënë. Po ju s'më latë shef, ju më thatë rria ti në cep edhe unë kisha frikë. Kush e ka marrë, ma thonje? Tash kush e ka marrë? Askush e ka marrë. Ju e harrot celularin në makinë kur u kthyehet nga ministria aty. E latë në karikime, e latë gjithë ditë edhe karën edhe bateria e makinës karën. Sami, mos u tallë? Për kokë të mamas. Mos. Ç'pas kam bërë? Si t'jam bëjmë tash shef? Si t'jam bëjmë që pas jam shof. Shko shpejt tek makina dhe merre celularin ma sill këtu. Asnjë njeriu, asnjë fjalë. Kam plan. Di. Ora po shkon 12 e natës. Me që jemi të lodhur jemi. Pa ngrënë jemi. Uritur jemi. Unë them t'ju jap edhe një shans të fundit. Do të shkoj të ul automatin. Këtu do të jetë errësirë për 30 sekonda. Është kohë e mjaftueshme që të dalë celulari dhe të vendoset mbi banak. Mbi banak. Asnjëri nuk do ndëshkohet. Jo. Pastaj do shkojmë të gjithë qetë për shtëpia tona, sikur s'ka ndodhur asgjë fare. Dakor? Po sikur të mos dali celulari, shef, ne do ikim prapë në shtëpi. Unë jam I bindur që celulari do dali se ja këtu. Këtu për rrethën celulari. Po sikur ai që e ka marrë shef gjatë kohës errësirës e nxjerr dhe e bën mbi tavolinë dhe njëri nga ne të tjerët që nuk e ka marrë, merr celularin e fut në xhep ndërkohë që është prapë errësirë. Ajo kjo nuk mund të ndodhë. Jo, më mirë. O shef, unë për veten time refuzoj të marr pjesë në një shfaqje kaq të ulët të personalitetit njerëzor. Mirë. Dil me njanë ti. Shef, edhe unë refuzoj. Mirë drita. Mirë. Dil edhe ti me njanë. Faleminderit shumë shef. Edhe unë refuzoj. Po, është e vërtet. Nuk e ke marrë ti celularin. Jam I bindur që nuk e ke marrë. Ashtu? Po. Po pse mbajte deri tani, shef? Po për mua. Shef, edhe unë refuzoj, shef. A tu ti.
Jemi gati? Gati. Një veprim i thjeshtë. Errësirë, e nxjerr tjetrin nga xhepi edhe e vendos mbi banak. Ja, unë po shkoj të ul automatik. Megjithëse 30 sekonda pak është në fakt. Shumë mirë, ja, kaq. Ja, nuk ka gjë, shef. Po pra. Unë kam mendimin që ta provojmë edhe një herë, shef, se tani jemi gati. Ta hale mërti jemi gati. Si orë jemi gati, çdo më thënë jemi gati për... Më fal, shef, se kjo është vërtet shumë e turpshme, më fal. Alfred. Jo, lutem, me gjithë respektin që kam, po është më bjezarse. Po duhet, Alfredi, duhet. Shef, ju i fikët dritat, këtu nuk ishte asnjë një më shef. Duhet. Çfarë do të thonë kjo? Atëre, unë them që ta provojmë edhe një. Ta provoj. Ja, unë po shkoj të ul automat. Mirë, shef, ja, unë nuk po lëviz fare. Ja, Do dalë celulari, s'ka ku vetë. Do dalë. Isha i bindur. Kush nga juve e ka marrë? Unë lëviza fare, morti. Me kush të patu me drita fikur? Asu s'kam lëvizur fare, në rregull? Lëviza fare, në rregull? Nuk është e nevojë. Ja, unë jam i qenë, që se qenë. Tani, ne do të shkojmë të gjithë në përshpia tona, do qetësohemi, natën e mirë, gjumë tëmë. Mos e diskutoja, Fredi i kishte marrë. Jo, Samiu. E ndjeva unë lëvizi duart. Po pra, edhe Fredi Gjoja ndejti kështu duar krysh, fix. E kush e pakur lëvizje? Jo, pra jo, tani Samiu përpoj gjithë herën e parë ta nxirrte, po nuk e nxorri dot në kohë, pik. Çoj. Ja, e gjeta. Fredi ja dha Samiu dhe Samiu nërsi, hop, e lam i tavolinë. Edhe mundet. Po mundet. Situatë shumë e siklesme, sot. Shumë. Mirë që nuk luajta nga vëndi. Do me thënë ti dyshon për ne, ha? Jo, nuk e thashtë, në fundit këtu ishte edhe Samiu. Samiu është shumë i ndershëm. Se unë si jam, unë nuk jam shumë i ndershëm. Mirë, mos u grindi problemi, po nuk është ky problemi. Problemi është edhe mua. Më kanë marrë USB-n, e kisha lënë mbi tavolinë e punës, kthehem nuk e gjej më. Çfarë thon? Mua më kanë marrë një palëcize për aty ditësh. Çuna, mua më kanë marrë kutinë e tualetit, ë? Çfarë të kanë marrë Klodi? Po, e keni parë gjë laptopin tim? Abazhuri zyrës time më shtukur. Dëgjoni këtë gjë. Abazhuri. Ne duhet të na dëm shpërblejmë për gjithë këto gjëra që na. Shumë e drejtë. Çfarë po ndodh këtu? Shef, neve të gjithëve na kanë marrë plaçka. Më kanë marrë syzet, shef mi. Mua USB-n e punës. Kurse mua laptopin. Mua abazhurin. Po këtu është dikush që po na i xvat gjërat. Ashtu, po më vika shumë keq, po më vika. Mirë, pra sonte u bë një gabim. Celularin e kisha harruar në makinë. Samiu e mori dhe në errësirë, vendosim mbi banak. Faji ishte i gjithi jemi. Pra, kjo do të thotë që këtu nuk ka njerëz që na zhvasin. Tani, dakord? E gjeta USB-n, e kisha në gjep. Po sheva, është fix ashtu. Edhe u syzet i ka në makinë. Në fakt, më duket se nuk e kisha sot kutinë e tualetit me vetë. Nësa abazhurët. Po? Abazhurët i kam hequr unë, për t'i zvendësuar me të reja. Tani, të gjithë në shtëpi. Hajde. Po, laptopin? Ku është? Alfredi? E di që kam filluar të shqetësohem vërtet. Përse, shef? Po filloj të dyshoj që këtu ka një njeri. Është dikush që i merr gjërat. Po pse e thoni këtë, shef? Po ja, laptopi i Kleas. Nademir. Shef, Nademir, mo? Mos u shqetësoni për atë. Klea, shef, nuk ka pasur kur laptop.